kopshtet dhe në gjithë sistemin arsimor. Ja po t'jap një shembull. Ne kemi një përvojë që kemi pas degë të programe universitare ose institutet e dikushme që përgatisin mësues për një grup lëndësh. Sot me klasat kolektive që kemi një numër jo të vogël të nxënësve, kemi mësues që nuk kanë kualifikuar për këtë lloj klasash dhe nuk trajnohen për këtë lloj klasash. Për shembull, kemi mësues vetëm për matematikën, dhe nuk kemi një mësues për gjitha shkencat. Për arsim fillor, flasim gjithmonë, pra një mësues i cili... Edhe në vjeçar, sepse kemi një shkollë diku që kemi klasa kolektive edhe në arsimin e mesëmtullët. Dhe ne kërkojmë që të përgatisim mësues për grup lëndësh, shoqërore dhe shkencore. Për shembull, matematik, fizik, biologji, kimi, ose kemi lëndë tjera, histori, gjuhë letërsi, histori, gjeografi, që në këto shkolla numri i mësuesve është i reduktuar, por kjo është arritshme nëse në degët e mësuesisë të shkojnë nxënësit më të mirë. Çfarë vështirësish janë krijuar në këtë rast, duke mos pasur mësues të cilët zotërojnë pra një grup lëndësh? Për shembull, ne për sot kemi mësues që lëvizin në disa shkolla, 3 ose në 4 shkolla. Pra japin mësim njëkohësisht. Numri e orëve nuk ju plotësohet në një shkollë. Për shembull, do të marrim rëndom një mësues historia, një shkollë normale nënvjeçare me klasa teke, nuk po themi me klasa kolektive, po dhe me klasa të rregullta nuk i plotëson numrin e orëve për një mësues. Prandaj është i detyruar që një mësues punojë në 2 shkolla. Por kur punon në 2 shkolla, fokusi te puna është më i ulët se sa kur je gjithë periudhën në të njëjtën shkollë me të njëjtën nxënës. Dhe thash, ne kemi pas për shembull institutet pedagogjike, ishte histori, gjeografi, edukim fizik. Dhe normalisht të gjitha orët në një shkollë normale i plotësoheshin mësuesit në një shkollë. Po sot e kemi vetëm për histori mësuesin, e kemi vetëm për gjeografi, e kemi vetëm për edukim fizik. Prandaj duhet të rishikohen programet e universiteteve. Por që të mbarojnë studimet një student për një grup lëndësh, duhet të jetë një student ekselent. Jo një student që nuk fitoj asnjë degë dhe shkoj te mësuesia. Eksaktësisht, duhet stimulohen nxënësit më të mirë që të shkojnë në degët e mësuesisë. Stimulimi si është? Investimi në arsim, kushtet mira pune, rroga të mira, që ai të ketë përpara të ketë një target. Po deri në përzgjedhjen e degëve në universitet, a është ky, le të themi, edhe një rast në cilën nuk ka një ndryshim